Mirëmëngjes Jona. Mirëmëngjes Ena, mirë se dgjej këtë të premte. Mirëmëngjes të gjithëve, ju ftojmë në Wake Up edhe sot, ditë e premte. Edhe pse sigla thot zgjohemi në një ditë me diell, po në fakt nuk është një mëngjes me diell sot, vetëm pas pak detajet e modit do t'ju ja japi Jona. Megjithatë, fundjava nuk është se me gjithë të masivin e vrasjerave që na qarkullon do t'ju prish shumë punë. Vetëm pas pak do të mësojmë detajet, sikundër vetëm pas pak në program do të flasim për sport. Do ta nisim me sportin siç bëjmë vazhdimisht. Ka disa vendime disiplinës të cilat do të diskutohen me Rino Bregasin që na vjen në studio, kështu që qëndroni me ne. Pastaj kjo javë është një javë e rëndësishme sa i takon procesit verifikimit edhe mbajtjes një imuniteti të mirë, duke qenë se është periudha ku stinët ndrojnë e të gjithë jemi të prekur nga këto virozat. Do të flasim se çfarë mund të bëjmë për të pasur imunitet dhe për më tepër kjo tek fëmijët e vegjël, të cilët janë edhe në procesin e tyre të vaksinimit. Ka pasur gjithmonë një diskutim sidomos te prindërit e ri për çështjet e vaksinimit. Ata mendojnë që vaksinat që u bën fëmijëve kanë vetë efekte anësore. Po për te asaj çfarë mendohet në publik edhe opinionit popullor, mjekët do t'japin disa përgjigje. A kanë vërtet vaksinat e fëmijëve efekte anësore apo jo? Kjo është e rëndësishme që ndroni me ne. Ka një protest kundër eksodit sot tek Partizani i panjohur. Do të mblidhen pjesëtarë të shoqërisë civile të cilët do të kërkojnë që të ketë një reagim edhe të autoriteteve dhe institucioneve për të kuptuar se çfarë po ndodh realisht me shqiptarët që po lënë vendin e po shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Brazil, përpos pjesëtarëve të shoqërisë civile dhe analistëve të ndryshëm, edhe institucionet fetare kanë shprehur, le të themi, opinionin e tyre sa i takon kësaj çështje dhe për më tepër janë ndërgjegjësuar në lidhje me largimet masive të shqiptarëve përkundrejt sloganit azil politik. Do të flas sot Dom Gjergjmeta, i cili do të tregojë se si rrëfehen shqiptarët për ikjen e tyre dhe cilat janë shkaqet potenciale të kësaj ikjeje. Duhet ta lidhim me një pjesë artistike, Il Naufragio, ose ju e kuptoni, Mbytja. Pati premierën në Bienalen e Venecias, është një opera e cila merr spunto nga tragjedia e Otrantos dhe do ta mbyllim me martesën, do të shkojmë në Durrës sepse martesa është një shfaqje atje, është një shfaqje Çehovit që Drella Dervishi e ka rikthyer në skenë, ndërsa tani e nisim me gazetat. Mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes Eno, mirëmëngjes Jona, përshëndetje të gjithëve. Ç'pe interesante Isli, tek faqja 17 për shembull sot ka të bëjnë me çështjen e ngjyrave. Dhe nëse doni të ndjeheni mirë në një shtëpi e cila ka kolorit, tek faqja 17 Isli ju lexon cilat janë ngjyrat që ju bëjnë të ndjeheni mirë brenda 4 mureve. Kromoterapia, ngjyrat që mund të zgjidhni për shtëpinë për të ndier mirë. Por më qenë fjalë, si keni dhomat ju? Unë kam bërë me vërtet, unë kam zgjedhur me arredues. Ti se ka studio shtëpinë. Ngjyrat e ngrohta, ngjyrat e qarta, bluja, e verdha, viola, jeshilja. Ka përshtypjen se në studio duhet të jetë jeshili apo gaboj? Apo lilaja? Megjithatë, e rëndësishme është që një pjesë e ngjyrës nuk del nga moda kurrë, edhe një pjesë e shtëpive që vazhdojnë lyen me të njëjtën. E bardha. Po bravo, me të njëjtën ngjyrë është ngjyra e bardhë. Mirë, Isli, po dëgjojmë për titujt kryesor. Jo, tani unë do lexoj pak këtë se. Jo fute, po mirë, hajde. Vetëm se mos e mbaj gjatë sepse kam përshtypjen që pjesa më e madhe presin se çfarë ndodh me titujt kryesor. Jo, unë që filloj një fjalë kryq ndërkohë nga faqja e fundit. Shohim faqen e parë të Shqipit. Eksodi ndarje me socialistëve, Bëmblushi dhe Pandeli Majko fajsojnë keqeverisin për situatën. Narratia drejt perëndimit dominon debatet në parlament. Trama nuk është ekonomia shkaku. Berisha kthyet azilin politik, lexoni në faqe 2 dhe 3. Funerali i rilindjes apo gjakimeve për pushtet PD-s nga Andrea Stefani në faqe 9. Hetimet në Fier, policia zbardh mekanizmin e ikjes drejt Gjermanisë, lexoni në faqen 4, ndërkohë PSLSI shtabet përbashkëta për Veliajin, Rama mbledh deputetët e Tiranës në faqen 6. Dekriminalizimi, Partia Demokratike vendos filtra për këshilltarët, lista do të vullosen nga Basha, shkruhet në faqen 5. Doshi kërkon lirin, Frogo Spitalin, prokuroria drejt mbylljes së dosjes për 2 deputetët Adriatik Llalla, komploti ishte vetëm sa jes, lexoni në faqet 10 dhe 11, ndërkohë në pjesën e fundit Shqipëria po vuan nga punësimi brisht, banka butrore, rreth 60% janë të vetpunësuar ose punëtor pa pagë, lexoni në faqen 7. Mëtej shkojmë në faqen 14, Lindita Nikola, bizneseve, futuni në bordet e universiteteve. Letra e Ministrisë së Arsimit është zgjidhje për papunësinë në faqen 14. Ndërkohë nga Euro 2016, Portugalia nuk na vlerëson më, dërgon trajnerin për inspektim. Në faqen 22 flitet për futboll. Kjo nderuar shikues ishte faqja e parë e gazetës Shqip në këtë të premte. Ne shkojmë tani tek Panorama. Rikthehet testimi për mjekët e infermierët, gjykata e apelit e konsideron të ligjshme nismën e qeverisë. Beqe do të rishikojmë kalendarin e datave dhe pyetjeve në faqen 10.
Sokol Balla, terroristët më bën shantazh me videon erotike, refuzova shantazhin i bindur për pasojat që do të kisha në faqen 9. Partia Demokratike nis garën për këshilltarët, Eduard Shalsi, menaxheri fushatës së Partisë Socialiste, lexoni në Brendësi. Gjithashtu gjeni dhe listën e Luiznit, legalizimet janë emrat e 367 përfituesve në qytetin e Shkodrës, e gjeni në faqen 18 këtë listë. Peticioni pedagogëve, pse jemi kundër ligjit për erësimin e lartë, kërkesa i drejtohet kuvendit në faqen 11. Sajta Koneksodit Rama, ndikoi nevoja e Gjermanisë për 45.000 të huaj, Blushi, qeverisim shumë keq. Debatin në kuvend për largimet nga Shqipëria, Berisha s'po kërkojnë punë, por azil politik në faqe 2 dhe 3. Universiteti Europian i Tiranës mbledh studiuesit për tranzicionin nga partorësh tek Mario Blejer në faqen 8. Çfarë më duhet i shpjegoj zotit Barbullushi, është opinioni i parë dhe i dyti ligjërimi i ekipit të ri të Partisë Demokratike, i gjeni në faqen 19 dy opinionet në Brendësi të gazetës Panorama, faqen e parë të së cilës sapo e pam në këtë pasqyrshtypi. Shkojmë tani tek Gazeta Sot. Kokdhima Sterka e Shalsi Braçe kundër konfiskimit banesave të bërxhlimeve të energjisë. Meta Balla shtyn votimin, maxhoranca pa quorum. Ben Blushi, deputetët kërkuan përjashtimin tim për të zgjidhur hallet e veta, Rama u zhduk pas zgjedhjeve dhe shpalli qeverinë në televizor në faqet 7 dhe 8. Nishani palme gjyqtarët akuzuar thret këllëdën të mërkurën heq nga rendi i ditës shkarkimin e Osman Aliut. Ndërkaq, skuadra e FBI-s takime për ngritjen e byros së hetimit, struktura në varësi të parlamentit, qeveria e pabesueshme në faqen 6. Kryeprokurori Lalla, deputeti i Partisë Socialiste që rrau Strazimirin është me rekorde kriminale, dhe Rama Velia i Gjula Meti përplasën për eksodin, 3 versione të ndryshme brenda ditës për largimin masiv të shqiptarëve, gjeni në faqen 9 këtë material. Flet Mesila Doda, gjysma e parlamentit me sigurim sa ja pse u hoqen deputetët nga hapja e dosjeve, ligji Veliajt mbron spionët në faqet 2 dhe 3. Mihal Luarasi, veprës shqipe nuk po jepet vendi dur në teatr, një premier të jetë shqiptare një huaj në faqen 18. Gjeni këto materiale që sapo pam dhe të tjerë në Brendësit gazetës Sot, teksa kjo e përditshme i radhën tani gazetës Shekulli, edhe një vështrim bashk faqes së parë, edhe kësh në ekran. Rama, jo ndryshime në qeveri. Kryeministri deklaron se nuk do të ketë formatim të ri pas largimit Veliajt. Kryesocialisti takon deputetët për fushatën, PS dhe LSI do të organizojnë strukturat në garën për bashkinë e kryeqytetit. Në faqen 11 e gjeni shkrimin kryesor. Kokdhima, Shqipëria të përfitojnë nga ekonomia botërore e kanabisit. Deputeti i Partisë Socialiste shpjegon propozimet e tij për përdorimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe zbutjen e politikave penale për përdoruesit. Të mos mbushim burgjet me të rinj. Prej faqes 4 deri në faqen 6. Në Durrës legalizimet 367 banorët që marrin tapit e shtëpive. Kërcënoi Sokol Ballën pranga avokatit nga Durrësi. Qëllimi i doshit do të zbulohet gjatë gjykimit, flet Adreti Klalla në faqen 12 në këtë shkrim, të dobësohesh duke kërcyer zumba, flet Brajana Tafaj në faqet 18 dhe 19. Shkojmë në kuvend, debatet PSD për eksodin e shqiptarëve dhe dasma e Veliajt, replika me Berishën, janë dy materiale në faqen 7. Eurobondi shqiptar frikë për ndikim nga kriza në zonën euro në faqen 15. Ndërkohë Zef Shtjefni shkruan opinionin e tij, eksodet lidhja me ndërtimin dhe drogën në faqen 8 dhe intervista e Endriol Vasilit u shqehesh dhe të krijosh me artin e rrugës. Kjo është e Gazeta Shekulli me titullet kryesor të saj. Kalojmë te Gazeta Shqiptare. Kompensimi i pronave, më shumë lek, më pak kthim fizik, qeveria rishikon tarifat, privatizim objektesh. Komisioni ndërinstitucional harton draftin në fondin e kompensimit tokat shtet, aksione dhe pjesëmarrje në privatizim. Pronarët duan më shumë para. Faqen 7 lexoni më gjerësisht. Flet Ben Blushi, rilindja ishte ambalazh, një truk për të nështruar Partinë Socialiste. Nuk pati eksot para 23 qershorit, Partia Socialiste s'është fare demokratike. Ndërkohë Kokdhima, insinuatat frymëzuara nga opozita kundër replika e Blushit, ka akoma për të emëruar drejtor nga Fieri e Vlora në faqen 4 dhe 5 lexoni këtë material. Sajta kontestimit, provim shteti për mjekësinë, zbardhen datat dhe tarifat për ata që interesohen e gjeni në faqen 10, legalizime 368 personat që përfitojnë në Durrës. Testimi infermierëve do të bëhet ja rregulloria, beqe do të rishikojmë fondin dhe kalendarin.
Përjashtimi social është titulli i analizës së ditës në faqet 18 dhe 19 në Gazetën Shqiptare. Negociatat me Partinë Socialiste, Nart Ndoka mund të marrë bashkinë PUK, Doriqet kandidati në faqen 2 dhe Sokol Balla kërkon ndjes, refuzova ata që më shantazhuan në faqen 16. Ben Blushi dhe Sehirisët nga Mimoza Koçiu është opinioni i parë i ditës dhe Dritan Hila shkruan opinionin e dytë, bomba e harruar e Maqedonisë në faqet 20 dhe 21 respektivisht. Do të kalim tek shqiptaria.com. Julian Bregu i kam 15.000 euro borxh babit të Ferhatit. Biznesmeni ka fes që ka denoncuar Genc Ferhatin e Pajtim Serianin për gjobvënie rezulton se ka detyrime financiare ndaj familjarëve të njërit prej tyre. Zbardhen deklaratat e pronarit Enti 08 ligjëruara nëpërmjet noterit, borxhin do ta shlyejë deri në 2016. Në faqen 8 për këtë flitet në hapësirën kryesore të faqes parë të gazetës shqiptaria.com. Ne ecim më tej. Debati ashpër i Ramizit me Moha Aslanin për Kavajën, proces verbal i mbledhjes së Byros Politike në korrik të 90-s, janë dokumentet sekrete në brendësi. Administrimi vendor dhe këshillimi nga KLSH-ja në faqen 15. Debati për azilantët, majorancë opozit akuzat ndërsjellta për përgjegjësim, Blushi sërish kritik, fajin për emigrimin e ka keq qeverisja. Legalizimet 367 emra të rinj për qytetin e Durrësit edhe tek shqiptaria.com në faqen 16. Policia Kurum ka ndotur ujërat dhe ajrin, detajet e denoncimit i gjeni në brendësi dhe sajt e zgjedhjeve. Diana Mile, po Gradesi do të bëhet shtëpia e miqve në faqen 5. Do të lëm pas shqiptaria.com, kalojmë tek Mapo. Konfliktin në majorancë, Blushi, po qeverisemi keq. Rilindja një parti brenda Partisë Socialiste. Deputeti socialist u shpresë shqiptarët po ikin sepse njerëzit nuk kanë më shpresë as tek qeveria dhe as tek opozita. Për herë të parë bën një ndarje mes Partisë Socialiste dhe Rilindjes dhe e quan këtë të fundit një truk për të nështruar dhe përdorur PS-n. Kundërshtari më i ashpër i Ramës në parti është mendimit se hapësirat e lirisë brenda PS-s po kufizohen për shumë njerëz, përfshirë edhe atë. Flet Majko, njerëzit po ikin të mërzitur me ne dhe pa shpresë nga opozita, vionin faqen 3 më gjerësisht. Sokol Balla, një grup terroristësh kibernetik më shantazhuan, faqen 2. Si i vodhi 1 milion euro drejtori i bankës nga llogaritë e klientëve, skema e mashtrimit gjendet në faqen 7 më gjerësisht. Intervista e Ramës, zot ketë ndryshime në qeveri pas ikjes së Veliet, në faqen 4. Doshi 2 orë në prokurori nuk gjendet videoja e kërcënimit Bamit, në faqen 7 dhe forumi. Liberalet e botës zbresin në Universitetin Evropian të Tiranës, rritja ekonomike duhet uli taksash dhe respektim rregullash. Në faqet 14 e 15 kemi parë kështu shkurtimisht titullat kryesor të gazetës Mapo, është momenti për të parë dhe temën tani. Kryeministri Rama, Rion Veliaj, zgjedhje e dur për Tiranën. Shoqëruar nga kjo foto e gjeni në faqet 6 dhe 7. Blushi të varfrit do të vinë në parlament dhe do të na nxjerrin jashtë në faqen 4. Balla do të jem larg ekranit për pak kohë, ky është atentat me pagesë në faqen 11. Shkojmë tek rreziku një fushate pa debat politik nga Merobaze, është titulli i editorialit. Pse po ikin shqiptarët nga Shqipëria, është opinioni i parë dhe i dyti përse është e rëndësishme që të rinjt të votojnë në faqen 9. Do të kalojmë pas temës tek Telegraf, është radha për të parë titullit kryesor në faqen e parë të kësaj gazete. Banorët e Marinzës nisin ekzilin drejt perëndimit, 1000 protestuesve të zonës Marinzës, shumë shpejt do t'i bashkojnë edhe 5000 të tjerë që banojnë në Patos dhe së bashku do të nisin protestat masive. Të hënën banorët do të trokasin në dyert e 5 ambasadave perëndimore për të kërkuar ekzil ekologjik nga Tritoli dhe Helmi që na kujton Mathausenin në faqen 20. Apen arkivat e Ministrisë së Brendshme, eksperti Hildu Shaku, dosja sekrete pengmarrjes së sportistëve izraelit dhe fakte të reja për bandën e Xhevdet Mustafës, raportimet e Skifter Këlliçit, krijimi i forcave speciale, rezidenti i UDB-s, Kadria Zbiu dhe kush fshihej pas pseudonimit Sinjali. Për këtë flitet në këtë material shoqëruar nga këto foto në faqet 6 dhe 7. Gjermania, hapni dosjet është opinioni i ditës dhe komenti KLSH-ja dhe qeverisja vendore, lexoni në faqet 9 dhe 11. Do të përfundojmë nga vendi me koha jon, projekt ligji nuk paguan shtetit merr shtëpinë, në faqen 3. Intervista e Ben Blushit edhe tek koha jon, rilindja truk për të nënshtruar Partinë Socialiste. Adriatik Lalla, çështja Doshi ka marrë drejtim tjetër dhe forum po bien këmbanat dhe qeveria po mbjell palma në faqen 9. Bashkia e Delvinës jep shkrimtares titullin qytetare nderi, Vojsava Nelo, një diamant në kurorën e Delvinës në faqet 20 dhe 21. Gjeni këto dhe të tjerë në brendësit gazetës Koha Jon. Tani është momenti për të shkuar në Kosovë, nderuar shikues, do të shkojmë bashkë fillimisht gazetën Zëri.
Rohan, në veri të shtrirjet dora e shtetit, diplomati austriak Albert Rohan ju kërkon drejtuesve të institucioneve kosovare që të themelojnë gjykatën speciale dhe njëkohësisht, si thot ai në veri të vendit, është e nevojshme një shtrirje më e madhe e dorës së shtetit. Vjo në faqen 4. Spitali Mitrovicës ndërpret operacionet. Më 30 prill mësaja për Kosovën shoqëruar nga kjo foto në faqen e parë të gazetës Zëri. Në maj zgjidhen 2 antarë të kushtetueses dhe editoriali nga Enis Veliu, Shqiptarët pa shtet, lexoni në faqen 10 më me detaje. Zëri i lë radhën tani gazetës koaditore. Ja të kështë, Bashkimi Evropian finalizon planin për urën mbi Ibër. Plani për rivitalizimin e urës është kryer nga Bashkimi Evropian. Ai vjen si rezultat i vlerësimit të gjendjes teknike në urë dhe në kuadër të rivitalizimit të urës do të hiqet barikada e njohur si Park i Paqes, ka thënë Ministria për Dialog Edita Tahiri. Ura do të hapet për lëvizje të lirë, megjithëse data nuk është përcaktuar ende. Largimi i barikadës pritet ndodh brenda 2 muajve. Është ky shkrimi kryesor, i cili shoqërohet nga artikujt e tjerë. Prokurori Wendorf pritet largohet nga Kosova. Këshilli prokurorial kërkon hetim të arsyeve të dërgimit të letrës në presidencë në faqen 2 dhe Kosova, vendi i fundit në rajon për botimin e librit në faqen 26 dhe do të përfundoj me gazetën Kosova Sot. Kosova e sunduar, drejtësia e dështuar, të fortet e pushtetit e mëruan në postet kryesore, vasalet dhe sanë Pirsit. Intervistë me ish kryeparlamentarin e Republikës së Kosovës, Jakub Kresniqi në faqet 4 dhe 5. Përdesuesit në rrugë, mafiozët në zyra, titulli editorialit gjendet për bri shkrimit kryesor. Gjyqtarja e skandaleve kalon në komision, individet e kriminuar rrezik për drejtësinë, Makifeta Saljuka me dosje të zezë drejt kushtetueses, lexoni në faqen 3. Punët e ligat e Uleksit, kritikohet ashpër ndërhyrja në dekretimin e kryeprokurorit Lumezi në faqen 2 dhe djathi mashtrues përshton tregun, cilësia e ushqimit në mëshirë të Fati, lexoni në faqen 6 për këtë çështje. Kjo nderuar shikues ishte Gazeta Kosova Sot. Ne kemi përfunduar me pasurinë e shtypit. Eno dhe Jona, këto ishin gazetat. Mirë, Isli, do të rikthehemi gazetave, ju e dini gjithmonë pastaj me orës 8. Po ashtu vetëm pas pak edhe me ju për detajet e motit. Jona thotë që do të kemi pak situatë pa qëndrueshme megjithatë, ta dëgjojmë vetëm pas pak. I shijuan boll ditët me diell. Po jo, mos e do të kemi prapë të tjerë. Mirë se u rikthyet, fillojmë tani me motin. E vërtet, e keqja është 24 orët në vijim i gjithë Ballkani do të jetë ndikuar nga masa ajrore të paqëndrueshme, do të kemi mot të vranët dhe her pas here të shoqëruar edhe me rreshje të dobta shiu. Kryesisht këto në veri perëndim edhe në jug perëndim. Në këto kushte edhe vendi ynë për ditën e nesërme parashikohet të jetë me vranësira mesatare, të cilat do të pasohen me rreshje të dobta shiu në jug perëndim dhe pjesërisht në lindje. Sa i takon erës, ajo do të fryjë me drejtim nga jug perëndimi. Temperaturat nga ana tjetër do të pësojnë rënje të lehta në vlerat maksimale. Kosova nesër do të ndikohet nga masa me veti të ndryshueshme fizike dhe si rrjedhoj do të ketë mot me kthjellime dhe vranësira të tipit stresor, të cilat do të vinë me dënsim në pjesën e dytë të ditës, ku nuk do të mungojnë dhe rreshjet e dobta të shiut të karakterit lokal edhe këto. Era do të jetë me intensitet mesatar me drejtim nga jug perëndimi. Temperaturat minimale pritet të kenë në mesditë rënje të lehtë. Dita e shtunë do të jetë nën aktivitetin e masave ajrore me veti të ndryshueshme fizike, të cilat do të ndikojnë në mod të alternuar me kthjellime dhe vranësira, ku nuk përjashtohen gjithashtu dhe rreshjet e karakterit lokal. Rreshjet do ta kenë aktivitetin deri në mesditë dhe më pas do t'ia lënë vendin kthjellimeve. Temperaturat minimale do të jenë me rritje dhe mesdita do të ndjehet e ngrohtë. Kjo është e mira e ditës së shtunë, sa i takon fundit të kësaj jave, dita e diel do të ketë mod kryesisht me kthjellime dhe vranësira. Në pjesën e dytë të ditës do të ketë po ashtu kthjellime, temperaturat do të vinë me rritje në të dyja ekstremet. Java e re do të nisë me mod të paqëndrueshëm, të alternuar me vranësira dhe rreshje shiu pjesërisht edhe shtrëngata në veri perëndim të vendit. Temperaturat do të kenë rënje në vlerat maksimale. Kjo është edhe situata meteorologjike sa i takon fundit të kësaj jave dhe fillimit të javës që vjen. Është që s'është fort mirë. Megjithatë, planet mbajnë për fundjavën, vazhdojnë. Nuk është dyndet edhe shkundet dynjaja me rreshje, megjithatë përpiquni që të rregulloni një pjesë të mirë të planeve tuaja. Dollari amerikan në
tregun e lirë valutor është në luhatjen midis 130 apo 131 lekëve, 130.7 është vlera e saktë këmbimit, ndërsa euro ndrohet me 140.3, franga zviceria këmbet me 135.2 lekë. Poundi britanik ndrohet me 195.3 lekë. Ndërkohë midis euros dhe dollarit janë këto vlera të këmbimit, $1 amerikan këmbet me 0.92 eurocent, ndërsa 1 euro ndrohet me 1.08 dollar. Ky ishte edhe kursi për këtë mëngjes. Na është bashkuar në studio Rino Bregasi, kryeredaktor i Sport News. Mirëmëngjes Rino. Natyrisht ka pasur vendime disiplinës për gjithë ata të cilët kanë qenë përfshirë sipas të etikës më saktë, komisionit të etikës për trukimet e ndeshjeve. Domethënë, është penalizuar Kaculi, Musakaj, Ilion Lika. Kush është tjetër? Janë këta 3 futbollistë që janë penalizuar me nga 6 muaj pezullim, duke u konsideruar fajtor nga Komisioni i Etikës për komplotim në influencim të rezultatit të disa ndeshjeve përkatëse, të Partizanit me Flamurtarin, të Elbasanit me Po si ka verifikuar Komisioni i Etikës të? Atëherë, kjo mbetet një enigmë, sepse çfarë ndodh brenda etikës ka mbetur aty. Fakti është që përshtypja e parë është që këto vendime për këto ndeshje dhe për këto lojtar më pakta që mund të themi janë selektive, sepse është e vërtetë që këto ndeshje janë përfolur në opinionin publik si ndeshje më shumë se të trukuara, të toleruara. Bëhet fjalë për tolerim, sepse janë dy gjëra të ndryshme, dhe mbi të gjitha për futbollistët që bëhet fjalë, sepse për mendimin tim, një futbollist kursesi nuk mund të trukojë i vetëm një ndeshje. Është e pamundur që një futbollist i vetëm, ndërkohë që është ndeshkuar vetëm nga një futbollist, dhe për të shkuar kësaj teme akoma dhe më gjerë, është e pamundur në Shqipëri me ato që dim që të jenë vetëm futbollistët fajtor për tolerimin e ndeshjeve, sepse në fundit nuk janë ata që vendoset si për tyre dhe si për tyre janë presidentët. Janë këto përshtypjet e para për këtë komision të etikës, ndërkohë që ka patur edhe gafa të tjera që nuk e di, sepse komisioni i etikës jep një vendim të përmbledhur, por nuk jep një vendim si gjykata të zbardhur më pas, ku argumentohet përse, si dhe qysh u arrit në këtë përfundim. Por Ilion Lika për shembull është dënuar edhe për një ndeshje ku nuk ka luajtur për asnjë minutë. Edhe në qoftë se ka qenë një gaf në zbardhjen e vendimit, përsëri është një gaf e rëndë, sepse këtu bëhet fjalë për trukim për ndeshjen që del në rezervë pikërisht në formacion. Megjithatë, me që përmendë Ilion Lika është me në telefon. Mirëmëngjes Ilion. Mirëmëngjes. Ty të vjen tani një vendim i Komisionit të Etikës që ke favorizuar ose më saktë të paktën mos themi trukim, se ndoshta nuk ke qenë pjesë e trukimit sipas Komisionit të Etikës, pra ke favorizuar fitoren e ekipit kundërshtar në ndryshim me ekipin tënd. Si është e vërteta sipas teje? Unë përgëzoj me mbledhjen e komisionit, sepse është një risi në futbollin shqiptar, kupton? Që mbledhet një komision për të dënuar ose për të shëruar apo të pak një epidemi që ka kohë që është futbolli shqiptar ose një smundje, dhe abidesh kur shet vendimet e këtij emisioni, edhe aty shkënjehesh më shumë ena, sepse në vend që të provësh një gjë serioze, shet disa vendime ose një komision që më shumë do thoja do të krahasohet me një emision gazmor ose në portokallin që bën ju dhe Top Channel. Qartë. Ilion, po ti ke të drejtë si futbollist të dish detaje nga çfarë ka ndodhur brenda Komisionit të Etikës, ke të drejtë ti të kërkosh detaje se përse ty etika të ka dhënë një masë ndëshkuese? Jo vetëm unë duhet të kem drejt, po edhe klubit, sepse këtu ne kemi të bëjmë vetëm me Ilionin, kupton? Normalisht unë jam dëmtuar, personaliteti im është dëmtuar, imazhi im është dëmtuar, dihet dëmi shoqërore, familjare, kupton se shqetësohen prindërit, shqetësohet bashortja, fëmia, edhe ti. Ky gabim, kjo gaf shkon më tetë se ti prish imazhin e klubit të Flamurtarit, ti prish imazhin e një presidenti që ne duhet të themi që shqyr, që ka investitorë të tillë që vijnë dhe nga jashtë, kupton, me kompani të fuqishme që investojnë në futbollin shqiptar, edhe mundojnë që ta ngrejnë futbollin shqiptar në ato nivele që duhet shkuar me ato nivelet e Evropës. Atëherë ne të presidentën këto vendime absurde ne e përzejmë, Ilionin e dëmtojmë, një imazh klubit të Flamurtarit e dëmtojmë. Plus që më e rëndësishme është që dëmtohet vetë futbolli shqiptar, vetë federata me këto vendime absurde, sepse në ju që kemi parë vetë, unë dënohem dhe një ndeshje që nuk kam qenë fare, nuk kam pritur Po shohim në ekran, ti të paktën në skem figuron në rezervë, ndërkohë që
je marrë në shqyrtim nga Komisioni i Etikës sikur ke qenë ndeshje, ke qenë fush. Po a ka një mënyrë për ta ankimuar këtë? Çfarë bëni ju? Dakor se t'jepet hapësira Ilion ti del në ekran, i thua gjërat që mendon, po institucionalisht në aspektin juridik për ngarkesën që të zhdon, çfarë bën? Ti angazhon një avokat, ekipi angazhon një avokat, ka një proces ankimimi, ç'a ndodh? Patjetër, unë në këtë momente jo se jam tërhequr, por ka një vendimmarrje nga klubi që do më mbroj klubi mua për çdo lloj gjëje, kupton bashkë me presidentin. Po normalisht ky vendim absurd duhet apelu, po në Shqipëri duhet nuk apelohet, po merren organet kompetente që janë për këtë punë, juristët, kupton që janë lidhur dhe me klubin dhe me presidentin, që fundit do të shkojmë deri në fund, se kemi të bëjmë me një skandal, kupton që na godet gjithëve. Unë do ta paralelizoj me një byro politike më shumë, kupton që mbyllen 5-6 vjet, mbyllet byroja, edhe dënohet Filani ose Bistreku, kupton, ose një farë mënyre pse falim, pse ekzekutojmë si vem njoll. Ku ti kërkon argumente, nga justifikimi është që kështu ka thënë partia. Elion, po. Më falni. Mirëmëngjes Elion. Për ty pak në detaje, ti e marr në pyetje për këto dy ndeshje apo jo? Urdhro? Ti e marr në pyetje nga Komisioni i Etikës për këto dy ndeshje që bëhet fjalë? Jo, nuk jam marrë në pyetje. Nuk e pyetur fare. Domethënë nuk e patur asnjë lloj komunikimi me Komisionin e Etikës, zyrtar flas gjithmonë. Jo, kemi patur një komunikim nga Federata për ndeshjen Partizani Flamurtari, që më thritën mua për të marrë në pyetje për të ndeshje. Por unë duke folur me presidentin, duke këshilluar dhe me shefin e klubit Art Beari, kjo si procedurë na duk tallje për klubin, sepse si mund të merresh një pyetje të një ndeshje kur s'ke luajtur, kupton? Qartë. Kush e drejton Komisionin e Etikës në Federatë? Fatmir Braka është një avokat. Ilion, po shok të flamurtarit janë pyetur për këtë ndeshje? Jo, asnjë. Atëherë kjo është me të vërtetë. Dhe më pas nuk e pasur asnjë komunikim përveç atij zyrtar që është bërë një vendim i përmbledhur që pezullohesh për 6 muaj, asnjë vendim tjetër më i gjerë për juve për të argumentuar si është marrë ky vendim. Jo, nuk është argumentuar fare vendim, thjesht është dhënë si vendim edhe kaq. Qartë. Mirë Ilion, unë të falenderoj. Jona, ke ti diçka për të shtuar? Jo, Evra, përpos dëmit moral, vendimi konsiston edhe në 6 muaj jashtë futbollit, duket si është pritur nga skuadra kjo. Ilion, si është pritur nga skuadra fakti që ti je 6 muaj tani? Do të jesh 6 muaj në stol. Tash ti është pritur ju, ma mendje e keni parë dhe mediat vizive dhe ato shkruajtura, kupton se unë e thash vetëm unë, kupton, dëmtohet edhe klubi, dëmtohet edhe presidenti. Është mërzitur shumë me këtë vendim se presidenti ka qenë ai i pari dhe nga vetëm president, do thoya unë të fundit që e dënon këtë fenomen edhe ju e dini shumë mirë që ai një ndeshje të shëmtuar që ka parë të dy e ka dënuar këtë fenomen, po në mënyrën e duhur të dënimit, në mënyrën ligjore, zona e ka çuar edhe në prokurori këtë çështje. Edhe po vjen fjala për ndeshjet që ka çuar presidenti jon për të monitoruar në mënyrë korrekte, e organeve kompetente nuk janë monitoruar, do të bëhet mbrapsht një ndeshje e cila se është për të parë, se arbitri është diçka që nuk shkon. Bëhet mbrapsht një ndeshje ku vetë klubi ka ndjekë një strategji të atij që me ndeshje me Kuksin të çoj ekipin e trinjve, sepse ne kishim dalë jashtë çdo objektivi, kupton? Kuptoj. Mirë, Ilion, e di si është gjithë kjo histori. Un kam përshtypjen që tani gazetarët sportiv do të fillojnë të kuptojnë edhe nga Komisioni i Etikës për arsyet e vërteta të vendimarrjes, edhe gjithë procedurën, nëse në protokolle kanë të ballafaqohen me ju, t'ju marrin pyetje apo të kërkojnë detaje apo thjesht kanë një vendimarrje duke mos ju pyetur hiç. Ishte me ne Ilion Lika, uroj ditë mbar Ilion. Në fakt, faleminderit ty. Atëherë, fakti që nuk është marrë në pyetje, në fakt është thëritur, por nuk është marrë dhe Ilioni pretendon që nuk janë marrë as futbollistë të tjerë të flamurtarit. Po çka kanë thirrur? Atëherë nuk mund të marrë në pyetje për të flasur. Atëherë i bie që Komisioni i Etikës të jetë nisur në një gjykim teknik, siç mund të jenë disa njerëz që shikojnë ndeshje dhe mendojnë që në këtë veprim ky portier nuk veproi, mund të prisë më mirë, por ky kursesi nuk mund të jetë një gjykim që të çon
në ndëshkimin e një personi, pasi është folur shumë dhe në fakt opinioni sportiv e kërkon me forcë dënimin e ndeshjeve të trukuara apo të autorëve që i trukojnë këto ndeshje. Por për këtë shërben gjithmonë një hetim i thellë dhe që të jetë edhe serioz. Pasi siç e tham, nuk mund të jetë një lojtar i vetëm që ndëshkohet për një ndeshje. Në pjesën e dytë Partizani Flamurtarin e pam, e kemi diskutuar edhe këtu, dhe ti më ke pyetur, do të kam thënë që u zhduk nga loja gjithë Flamurtari. Por është një gjykim teknik që ne i japim mbi bazën e asaj që shohim. Por nëse të ndëshkohet vetëm një person, atëherë këto marrin formën e qesharakes apo të batutave kur skeçi bën gomarit i bie Samarit qartë. Jo, në fakt se kishe fort gabim pak më parë kur fole për Komisionin e Disiplinës, se po lexoja lidhur me vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe kësaj jave ka shpërthyer edhe një tjetër skandal, vendimet në 2 standarde të parashtruara të Komisionit të Disiplinës, teksa ka dënuar Dikumanën. Atëherë ka qenë një vendimi pasditës së dieshme lidhur me ndeshjen mes Tiranës dhe Laçit, ndeshja e kthimit në gjysmëfinalet e kupës, ku pati një episod mes Selemanin Dikumanës, sulmuesi i Tiranës dhe Olsi Teqes, dhe gjyqtari Bardyl Pashaj vendosi që për një kontakt ku Teqja në fakt u duk që goditi në pamjet filmike, nëse edhe do t'i shohim që goditin Dikumanën dhe Dikumana u pretendua se bëri një gest antisportiv. Në fakt u fol për përshtyrje, por kjo ishte vetëm është pikërisht ky episodi, që jemi duke parë kontaktin mes tyre, por më e pakta që mund të bënte Bardyl Pashaj në këtë rast ishte që duhet ndeshkonte 2 futbollistët me të njëjtën mas, pasi shohim që Olsi Teqja e ka goditur fillimisht Dikumanën, Dikumana bën një reagim të egzageruar kur është në tokë, të paktën me ato që shohim, dhe më pas vazhdon konflikti mes tyre, por njëri me të kuqe dhe tjetri me të verdh ishte që la shenjë dhe për më tepër besoj kondicionoi edhe takimin e gjysmëfinales. Tirana padyshim është irrituar me këtë vendim dhe pretendimi i klubit është pikërisht ky episodi, pra, nëse jemi duke parë, këtu ka një goditje nga pas në drejtim të Dikumanës. Dikumana kur është Po këto simulojnë tani? Jo, nuk është puna e simulimit, është puna që një goditje kur nuk ka të bëjë me topin, është e ndëshkueshme gjithmonë në futboll. Sidomos kur përdoren duart, këmbët, pra është një goditje e qëllimshme. Dhe Tirana është irrituar duke argumentuar që sipas saj që gjyqtari Bardyl Pashaj për të justifikuar gabimin e tij e ka shkruar në relacion diçka të tillë që Selemani Dikumana dhe problemi i Tiranës është sepse Dikumana do t'i mungojë dhe në ndeshjen me Laçin këtë fundjavë, por edhe në ndeshjen me Partizanin, nëse nuk do të ketë një reduktim në apel. Po ashtu dhe Laçi është ndëshkuar me një ndeshje pa tifoz për hyrjen e tifozëve në fushë në fund të ndeshjes me Tiranën. Ja del dot për 3 minuta. Për 3 minuta. Për 3 minuta ne do të flasim pak për Kupën e Shqipërisë, edhe brenda kategorisë superiore, ta mbyllim pak me domethënë të vazhdojmë me Champions dhe ta mbyllim me fundjavën e futbollit, se është shumë e rëndësishme. Atëherë, me Kupën e Shqipërisë, në finale do të jetë Laçi me Kuksin. Laçin e folën pak a shumë, është pikërisht kjo ndeshje 1-0 që fitoi ndaj Tiranës me 10 lojtarë dhe kaloi në finale. Një kualifikim i vuajtur i Laçit, për Tiranën padyshim është një dështim pasi e synonte Kupën, ndërsa Kuksi në anën tjetër ka vendosur sërish peq me Skënderbeun dhe shkon në finalen e Kupës së Shqipërisë për të fituar një trofe, pasi Kuksi është një forcë reale e kampionatit në këto 3 vitet e fundit, që kur bëri historinë e Europë, por nuk po arrin të fitojë një trofe dhe ndoshta ky do të jetë i duri. Fundjava është e gjitha për të shtyuar, në fakt është një déjà vu ky kupe, pasi ndeshjet kryesore do të jetë Kuksi Skënderbeu këtë herë në Zeqyri Meri, që do të vendos shumë mbi fatin e titullit të kampion, pasi janë vetëm 3 pikë që i ndajnë dhe me ndeshjet që fillojnë edhe paksohen, janë gjithmonë vendimtare dhe kjo është padyshim një ndeshje vendimtare, pritet të jetë një ndeshje jashtëzakonisht e rivalizuar dhe le të shpresojmë edhe spektakël, ndërkohë që Tirana do të ketë sërish përballë Laçin. Diçka më lehtë për Partizanin, më lehtë në fakt më letër edhe jo dhe aq, pasi Teuta i kërkon pikët e mbijetesës, por gjithsesi këto janë llogaritë 4 skuadrave pretendente. Kuksi Skënderbeu padyshim në plan të parë. Champions League. Të gjithë sot në pritje të shortit. Bayern Munich, Barcelona, Real Madridi dhe Juventus. Europa i ka njohur 4 më të mirat e saj dhe tani priten përcaktimi i skuadrave gjysmëfinaliste, padyshim flasin për gjysmëfinalet e Champions League. Nuk kanë Bayern. Imagjinata mund të ndizet nga më të ndryshmet. Bayern Barcelona do të ishte përballje favoritëve. Real Barcelona një El Clasico është gjithmonë El Clasico, spanjollët nuk e duan sepse duan finale. Një Real Barcelona për të pasur gjithmonë 2 skuadra ose të paktën një në finale. Do të thënë s'ka ndeshje këtë fundjavësh. Të Championsit, i bie ditë martë, Juventus Barcelona do të cillte një ritakim të Kielinit me Suarez pas atij kafshimi
në botëror janë gjitha opsionet janë fantastike. Shorti drejt për drejti sot në Supersport në orën 12 për gjithë për të mos u humbur ata që duan ta ndjekin live. Çfarë nënvizohet në fundjavë që ta shohë Jona? Atëherë fundjava me sezonin që shkon drejt fundit paka shumë gjitha ndeshjet vendimtare, për sa i përket Gjermanisë, Borussia Dortmundit pret Eintrachtin e Frankfurtit, ndërsa Bayerni Hertën e Berlinit, një Bayern që do të jetë pa botë shtypur, u dëmtua sërish, por ka shumë mundësi që të rikthehet Arjen Robben, një rivendimtar për skuadrën e Guardiolës. Në Itali të shtunën Inter Roma, një ndeshje për të mos u humbur, për sa i përket Milanit luan me Udinezen, Juventusi për të mbyllur llogari do të ketë derbin me Torinon, ndërsa Napoli Sampdorian. Në Spanjë ndërkohë kemi Barcelonën që luan me Espanyolin, e cila është sërish një ndeshje për të mos u humbur, po ashtu si edhe Reali të Madridit. Okej. Ishte gjithçka për sportin në këtë mëngjes. Faleminderit. Ecëm shpejt sot. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak e kur të rikthehemi do të flasim për vaksinimin. Shumë e rëndësishme që prindërit sidomos të kuptojnë për efektet anësore të vaksinimit fëmijëve dhe janë vaksinat e para që janë krejt nevojshme edhe janë pashmangshme. Edhe nga ana tjetër sa duhet i përmbahen shtetet programeve dhe planeve kombëtare sa i takon procesit të imunizimit. Vetëm pas pak për këtë.